Përshëndetje. Ka njerëz që din shumë, por nuk flasin dot. Jo nga që nuk duan, por sepse diçka u ngjet në fyt. Zëri u dridhet, goja u thahet dhe truri sigurisht tradhton. Në shoqëri, në punë apo edhe në situata intime, këta njerëz ndihen si të bllokuar. Një ndjesi e brendshme e paralizon të folurën. Disa e përshkruajnë si mbajtje goje, të tjerët si mpirje mendimesh, disa edhe si belbëzim. Por ajo që të gjithë përjetojnë është turp, ankth dhe një ndjesi e thellë pa aftësie. Në këtë video unë do të përpiqem të hedh sa më shumë dritë për këtë dukuri të zakonshme, por pak të trajtuar dhe mbi mënyra shkencore për ta kapërcyer atë. Çfarë është bllokimi i të folurit? Bllokimi i të folurit nuk është një sëmundje në vetvete, por është shpesh një simptom e disa gjendjeve psikologjike. Ajo ndodh kur komunikimi verbal, pra e të folurit, ndërpritet nga ndjenja e ankthit, pasigurisë dhe mbi ngarkesë emocionale. Ky fenomen shpesh shihet në situata të reja sociale, në momente që dikush ndihet i gjykuar, në prezantime në publik, biseda me figura autoritare, në komunikim me persona të pëlqyer, për shembull në një flirt apo një dashuri. Në çfarë formë shfaqet ky bllokim? Bllokimi i të folurit ka disa forma. Fjala ngec në fyt e mendon, por nuk e nxjerr dot. Ke dridhje zëri, ndihesh i pasigur dhe trupi reagon me tension vokal. Ndërprerje mendimesh, humb fillin e bisedës dhe nuk di si të vazhdosh më tej. Përtypje të fjalëve, e fillon një fjali e ndërpret dhe përpiqesh ta riformosh. Këto janë shpesh tek njerëzit me ankth social, por jo vetëm. Po çfarë shkakton bllokimin e të folurit? Psikologët klinik dhe neurologët kanë identifikuar disa shkaktarë të përbashkët. I pari është ankthi social. Ankthi social është një nga shkaqet më të zakonshme. Sipas DSM-5-s, kjo është një gjendje ku njeriu ndjen frikë të fortë nga vlerësimi negativ i të tjerëve. Kjo frikë çon në shmangje të situatave ku duhet të flasësh ose të shprehesh lirshëm. E dyta është perfeksionizmi i brendshëm. Disa njerëz kanë një standard të brendshëm që i thonë nëse nuk e thua bukur, mos e thuaj fare. Ky mendim e paralizon forcin sepse çdo fjali filtrohet, redaktohet dhe shtohet presioni. E treta janë traumat sociale. Turpërimet publike gjatë fëmijërisë, komentet për të folur ose dëmtime për mendime të gabuara mund të krijojnë plagë që riaktivizojnë kur rritemi. Truri e mban mend sikletin dhe aktivizon mekanizma mbrojtës siç është heshtja. E katërta është ngarkesa mendore. Njerëzit me shumë mendime në kokë, rreth vetes dhe të tjerëve, ose mënyrës së perceptimit, shpesh bllokohen sepse kanë shumë gjëra për të thënë, por pak qartësi se si t'i thonë ato. Po çfarë ndodh në tru kur bllokohemi? Neuroshkenca na mëson se kur përjetojmë ankth, aktivizohet amigdala, pjesa e trurit që sinjalizon rrezikun. Në të njëjtën kohë, korteksi prefrontal, që është përgjegjës për të menduarit racional dhe planifikimit të fjalive, frenohet. Pra, kur truri percepton një situatë si kërcënuese, edhe pse është thjesht një bisedë me kolegun, reagon sikur të ishte një kërcënim fizik, rraje të shpejta të zemrës, djersitje dhe bllokim verbal. Por si ta kalojmë këtë? Unë do të tregoj disa strategji të mbështetura shkencërisht. E para është ekspozimi i shkallëzuar. Një nga strategjitë më të suksesshme është ekspozimi i kontrolluar ndaj situatave që shkaktojnë ankth. Fillon me situata të lehta, për shembull të folurit me një mik të afërt ose me një shok të afërt, dhe ngadalë kalon në situata më sfiduese, prezantime dhe takime. Kjo i mëson trurit se nuk ka rrezik real dhe ngadalë ul reagimin e amigdalës. E dyta është vetë pranimi dhe normalizimi i pauzave. Shumë njerëz bllokohen sepse mendojnë se duhet të flasin rrjedhshëm dhe pa ndërprerje. Në realitet,
dhe pauzat janë pjesë e natyrshme të folurit. Mëso të pranosh pauzën si një hapësirë për frymarrje, jo si dështim. Pra bëu artist. E treta, teknika e frymarrjes. Frymarrja diafragmatike ndihmon në të ulurin e ankthit. Praktikoj atë. Pra duke marrë frym për 4 sekonda nga hunda, duke mbajtur 2 sekonda në bark, jo në pjesën e sipërme, dhe duke nxjerrë atë për 6, 7 apo 8 sekonda. Kjo qetëson sistemin nervor, parasimpatik dhe zbut tensionin. E katërta, terapia kognitive behaviorale ose CBT e thënë shkurt. Dhe CBT-ja është një ndër terapitë më të suksesshme për anktin social. Ajo ndihmon në identifikimin e mendimeve negative automatike, në zëvendësimin e tyre me mendime të balancuara, në ndërtimin e një narrative të re rreth vetes si folës. E pesta, ushtrime para pasqyrës. Praktika para pasqyrës krijon familiaritet me veten duke folur. Shiko veten folirshëm dhe mëso ta pranosh pamjen me zërin tënd pa turp. 6 është grupi i mbështetjes, ose si themi ndryshe edhe terapia në grup. Flet për veten në prani të tjerëve që kanë të njëjtin shqetësim, nëse është e mundur. Kjo përvojë ndërton vetbesim dhe solidaritet dhe truri mëson që nuk je i vetëm që të bllokohesh. Krijo bypass. Unë kam dhe një përvojë tjetër për këto. Dhe do të thosha krijimi i bypassit. Zëvendësimi i fjalëve që po mendojmë t'i themi në gjuhën shqip, mundoni t'i thoni në gjuhë të huaj. Kush di anglisht, le ta thotë në anglisht dhe kjo mund të na shpëtoj. Pra bëhet fjalë për një fjalë për të anashkaluar dhe kjo duket sikur ju e bëni këtë për të shitur mend se jeni shumë të kulturuar dhe dini anglisht dhe të tjerët nuk e kuptojnë që ju e bëni këtë për të shmangur mbajtjen e gojës. Por në raste më të rënda, çfarë ndodh? Nëse bllokimi është i fortë dhe ndikon në jetën përditshme, është e rëndësishme të konsultohesh me një psikolog klinik. Në raste të caktuara, nëse çrregullimi është pjesë e një fobie sociale të moderuar apo të rëndë, psikoterapisti mund të rekomandojë dhe ndihmë farmakologjike si pjesë e trajtimit e cila bëhet nga një psikiatër dhe jo nga psikologu. Dhe së fundi do të thosha, kujto se ti nuk je i sëmurë. Je i friksuar dhe kjo është njerëzore. Bllokimi në të folur nuk do të thotë se nuk di, nuk vlen apo se nuk je i Zotit. Do të thotë që brenda teje jeton një frikë e vogël që do siguri. Dhe ajo frikë nuk ka nevojë për gjykim, por për kuptim, trajtim dhe ngrohtësi. Nëse të mbahet goja, mos e mbaj për vete. Fol ngadalë si të duash dhe sa të mundesh, sepse bota nuk ka nevojë për një të folur perfekt. Ka nevojë për zëra të vërtet. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Mund të bëni dhe komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë videot që unë her pas here. E deri në videon tjetër, miru takofshim.